Gjithsej 479 besimtarë musliman nga Tetova kanë udhëtuar për në vendet e shenjta, për të kryer kushtin e 5 të fesë islame haxhin. Rikujtojmë se grupi i parë tashmë ka arritur shëndoshe mirë në Mekë, ndërsa grupi i dytë është në rrugë sipër. Gjatë ditës së djeshme, u nis grupi i dytë nga stadiumi i qytetit të Tetovës për në aeroportin e Shkupit. Muftiu i Tetovës Elver Xhemaili, gjatë ceremonisë së përcjelljes, ka thënë se personi më i ri në moshë që udhëton këtë vit është 5 vjeçar. Të gjitha paraprgatitjet deri tani janë kompletuar. Kemi haxhiler të moshave të ndryshme, si vjet haxhiun më të ri e kemi 5 vjeçar, ndërsa ata me moshë më të shtirë mbrin deri 80 vjeçar. Paraprgatitjet edhe në aspektin profesional fetar, por edhe në aspektin medicinal të gjitha paraprgatitjet janë bërë. Shfrytëzojmë rastin që urojmë rrugë të mbarë të gjithë haxhilerëve, duke lutur Allahun fuqi plot që haxhin t'ua bëj kabull edhe të kthehen shëndoshë mirë në vendlindje. Si vetë kemi një numër rekord të haxhilerëve nga Tetova, prej 479 personave, dhe shpresojnë dhe jemi të bindur që gjithçka do rrjedhë në mënyrën më të bukur. Nga ana tjetër, shumë familjarë dolën për të përcjellur të afërmit e tyre, të cilët udhëtojnë për në Mekë dhe Medinë, për të kryer ritualin e haxhit, që është një nga 5 shtyllat e fesë islame. Qytetarët të cilët udhëtojnë për në haxh janë shprehur të kënaqur me organizimin dhe shpresojnë se gjithçka do të shkojë sipas planit. Ju dëshiroj të gjithëve haxhilerëve haxh të pranuar dhe juve tjerëve mirëmbëçi, edhe inshallah neve të tjerëve të gjithëve na pranonim i madhi Allah haxhin. Desha ju të falenderoj të gjithë organizuesve për këtë haxh të mrekullueshëm që kanë organizuar, që na kanë mundësuar me shku për çdo vit në haxh me kushte shumë të mira dhe jemi të kënaqur shumë. Ju përshëndes me selam të gjithëve. Organizimi është shumë i mirë. Faleminderit këtë përgjithësi fetare. Inshallah shkojmë merë shëndosh, e në kthehen e u gjojmë merë shëndosh. Faleminderit shumë i mirë, deri ta shumë i mirë. Kemi pas ditë një 3 takime me hoxhallarët, na kanë informuar, na kanë bëu ato sqarimet si duhet. Atë që ndjenjat nuk mund të shprehen asnjëherë. Në qefta janë, inshallah, këtë Zoti va bën nasib që kanë mundësaj shëndetën e jetë. Ndërkaq nga rajoni Gostivarit këtë vit për në haxh udhtojnë 475 besimtar musliman.